Kryetari Shaqir Totaj, nën kryetari Kujtim Gashi, të bashkëshuqëruar nga kandidatët e Prizrenit që përkarojnë në garën e zgjedhjeve të 7 qershorit, takuan banor të Vrinit në fshatin Vlashnje, ku me këtë rast kryetari Totaj fillimisht tha se dua të falenderoj Vrinin për frymën mobilizuese dhe pjesëmarrjen e madhe në tubimin me nëndegët e PDK-s dhe banorët e kësajane. Struktura e PDK-s në Vri dhe qytetarët e pranishëm u shprehën bashkarisht për një mbështetje të fuqishme për programin dhe angazhimin e partisë për zgjedhjet e 7 qershorit, me fokus në ndryshim dhe zhvillim të qëndrueshëm për Republikën e Kosovës, kurse edhe kandidatët me këtë rast dhan betimin e tyre se nëse ata do të jenë pjesë e parlamentit, do të jenë zëri më i fuqishëm i tyre dhe i kërkesave të tyre në këtë kuvend. Tashmë Kosova ka nevojë dhe domosdoshmëri që të bëjë ndryshime dhe të themi stop kësaj gjendje, u tha në këtë tubim elektoral. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25-shë.